Shumë faleminderit. Visa për informacion, për shkak se këto janë problemet që po na përcjellin, gjatë procesit të realizimit të projektit në vitin 2014 ka pas probleme të vazhdueshme me shpronësim, sepse s'ka pas vendim përfundimtor shpronësimit kur është realizuar fillimisht ky projekt. Prandaj këtë çështje unë fillimisht kam adresuar me departamentin e shpronësimit për të përgatitur një elaborat sipas gjendjes aktuale në rrugë për të gjetur zgjidhje të përshtatshme për problemet që shfaqen, po edhe me i bëni zgjidhje të përhershme. Si ministri, nuk është e vërtetë që mungojnë investimet për shkak se për mi kalu këto probleme ne kemi ndonë një buxhet për 8 milion eurove. Ku veç në vitin aktual kemi 2 milion euro, në vitin 2027 janë të ndora 3 milion euro dhe në vitin 2028 janë 3 milion euro gjithashtu. Për më tepër, e nderuar deputete, tani jemi në fazën e përgatitjes së detyrave projektuese për lidhjen e një kontrolli ekonomik për hartimin e projekteve për rrugët me 4 korsi. Për shkak se siç e dini, në atë pjesë ka rrugë me 4 korsi, por na nuk kemi ende projekt kornizë me kompaninë. Tash jemi në hartim të detyrave projektuese për me bë një plan për rehabilitimin e plot. Me atë kontroll parashihet mu trajtu dhe rruga që e keni ngritur siç është nga klina e përmend drejtim të drenosit, apo ndryshe e njohur si rruga Renole R102. Deri në fillimin e punimeve të plota, Ministria përmes operatorit që ka përgjegjësi për mirëmbajtje do të përkujdeset dhe intervenim për sanimin e gjendjes ekzistuese, përfshirë mbushjen e gropave dhe mirëmbajtjen e përgjithshme. Faleminderit.